Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar, gatime për fillestar. Sot do bëj një turp me palacinka dhe dreza. Siç e keni parë, kam postuar edhe pak pamje në Instagram dhe shumë prej jush ma keni kërku recetën hap pas hapi. Pra fillojna me përgatitjen e brumit, së pari do t'i rojmë vezët dhe sheqerin derisa të bëhet një shkum e lehtë dhe e butë. Tani kur vezët janë rrohur mirë, e shtojnë adal ngadal qumshin duke e përzier, pastaj shtoj millin dhe një majë krep. Vetëm kaq për të më theksu pak shijen. E përzina mirë që brumi të dalë i butë dhe pa kokriza. Tani që brumi është gati, nxejmë tiganin me pak vaj dhe pasi tigani të jetë gati, 2 palacinkat e para kemi mi bë pak matrosha sepse është baza e tortës. Dhe i pekim palacinkat një nga një derisa të marrin ngjyrë të artë nga të dy anët. Tani që palacinkat janë gati, i vendosim me një anë në një pjatë. Pa humbur kohë, kalojna tek tenxherja me fruta. Këtu kena me zi frutat me pak sheqer, ujë dhe limon. Për me kriju një salcë shumë të sheshme që kena me vendos mes shtresave të tortës. Kur them fruta gjatë videos, mos mendoni që duhet me përdor veç dreza, ju mundi me përdor çfarë do lloj fruti që ju pëlqen, për shembull boronica, mjedra e lloj tjera, çfarë do që keni në shtëpi. Ndërkohë që frutat zihen, na nuk rina dur kryq, kemi diçka tjetër për me përgatit. Do të fillojmë me kremin dhe mascarponen që do të shkoj mes shtresave të tortës. Dhe këtu kemi mascarponen të cilën do ta përzim thjesht me sheqer dhe me sheqer vanilje.
Tani salcën me drejza e kemi gati, e lojna me njën që të ftohet derisa në anën tjetër e përzim bashkë kremin që e kena pregadit me mascarponën, por i përzina bashkë dal nga dal që të mbetet kremi i butë dhe i trash. Tani që kremin e kemi gati, salca u ftohtë, tani muna me fillu me montu tortën. Dhe atëherë fillojmë me palaçinkat e para që ishin pak më të trasha që e cika dhe në fillim. E vendosim një palaçinkë në pjatë si bazë, e lyhem sipër me pak krem dhe e shtojmë pak salcë frutash, e mbulojna palaçinkën tjetër dhe e përsërisim procesin derisa të mbarojnë gjithë palaçinkat. Ky element kuzhine që është për shtirjen e kremit më ka ndihmu shumë për me shtri më lehtë kremin, po nëse nuk e keni këto, mund me bë edhe me spatulë. Dhe atëherë edhe një këshill, shtresa fundit duhet të jetë me krem për me bë tortën që të duket më e bukur. Torta jonë është gati, mbulojmë sipër me fruta të freskët për zbukurim dhe pak sheqer pluhur, thjesht nëse ju dëshironi. Wow, shikoni sa e bukur doli. Faleminderit që më ndiqni dhe mos harroni ta provoni këtë recetë në shtëpi. Shihemi në videon tjetër.